Pak ditë para nisjes së vitit të ri shkollor, shkolla fillore Petar Zdravkovski Penko është në qendër të vëmendjes për shkak të vendimit për mbyllje të një paraleleje në gjuhën shqipe. Mbi 40 nxënësve shqiptar që jetojnë në afërsi të shkollës fillore Petar Zdravkovski Penko, por edhe kanë dokumentacione të komunës së Butelit, u është pamundsuar regjistrimi në klasën e parë për shkak të vendimit për të mbyllur një paralele në gjuhën shqipe. Vendimi i shkollës ka provokuar reagimin e këshilltarëve shqiptar të komunës së Botelit nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas këshilltarëve, ndonë nuk janë pranuar në paralele shqipe, por disa nxënës është bërë përjashtim, duke u lejuar të regjistrohen në paralelet në gjuhën maqedonase dhe ato turke. Në këtë shkollë disa prindër kanë fëmijët e tyre më të mëdhenj që ndjekin mësimin, ndërsa fëmijës më të vogël këtë vit shkollor nuk i lejohet të regjistrohet këtu, duke i detyruar prindërit të dërgojnë fëmijët në shkollë tjetër. Murseli zbulon se nga 1700 nxënës sa ka shkolla gjithsej, 90% janë shqiptar dhe është e pakuptim sipas tij se si mund të mbyllet një paralele shqipe. Kërkojmë nga institucionet kompetente që të shqyrtojnë me seriozitet situatën e krijuar, ankesat e prindërve, kriteret e regjistrimit dhe mbylljen e paraleles në gjuhën shqipe. Njëkohësisht, kërkojmë që shkolla fillore Petar Zdravkovski Penko t'i pranoj edhe shqyrtoj edhe një herë të gjitha kërkesat e refuzuara për regjistrimin e nxënësve dhe të rikthehet paralelja e mbyllur në gjuhën shqipe. Këshilltarët njoftojnë se këtë çështje do ta problematizojnë edhe në seancën e parë të mbledhjes së Këshillit Komunal që pritet të mbahet të hënën ose të martën.